Tensionet në gjirin persik janë përshkallëzuar ndjeshëm pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë shkëmbyer sulme të reja ushtarake në de dhe në objektiva strategjike përgjatë ngushticës së Hormuzit, një nga pikat më të rëndësishme të tregtisë globale të energjisë. Sipas raportimeve, disa anije tregtare në gjirin persik kanë pësuar shpërthime dhe dëmtime, ndërsa ka pasur dhe zjarre në disa raste të panjohura në zonë. Situata ka shkaktuar panik në industrinë ndërkombëtare të transportit detar, duke bërë që shumë kompani të pezullojnë përkohësisht kalimet në këtë korridor jetik. Në të njëjtën kohë, autoritetet amerikane kanë deklaruar se forcat e tyre detare kanë shkatëruar disa mjete të vogla ushtarake iraniane dhe kanë goditur një port nafte në territorin e Emirateve të Bashkuara Arabe, një zonë që raportohet që strehon dhe një bazë të rëndësishme ushtarake amerikane. Këto zhvillime kanë shtuar më tej tensionin mes palëve. Presidenti Donald Trump ka shpallur një operacion të ri ushtarak të quajtur Projekti Liria, që synon të garantojë kalimin e sigurt të anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Ai ka paraqitur këtë si një mision për të rikthyer lirinë e lundrimit, por pa dhënë shumë detaje mbi mënyrën e zbatimit të tij. Nga ana tjetër, Irani ka reaguar ashpër duke paralajmëruar se çdo prani ushtarake e huaj në ngushticë do të konsiderohet shkelje dhe do të përballet me kundërpërgjigje të menjëhershme. Autoritetet iraniane kanë deklaruar se rajoni i gjirit është në kontrollin e tyre strategjik dhe çdo përpjekje për ta hapur me forcë do të ketë pasoja të rënda. Situata ka sjellë paralizë të pjesshme të trafikut detar, e qindra anije tregtare dhe 10 mjera marinar të bllokuar në pritje të zhvillimeve. Kompanitë ndërkombëtare të transportit kanë vendosur të mos kalojnë në zonë derisa të ketë një marrëveshje ose ulje të tensioneve. Ndërkohë, ekspertët ndërkombëtar paralajmërojnë se përplasjet në ngushticën e Hormuzit mund të kenë ndihim të drejtpërdrejtë në çmimet globale të naftës dhe në stabilitetin ekonomik ndërkombëtar, duke e kthyer krizën në një nga më të rrezikshmet e viteve të fundit.